ekziston varësia ndaj ushqimit dhe e vuajnë pikërisht ato persona të cilët pavarësisht dietave që bëjnë, pavarësisht sportet që bëjnë, beten po prap mbi peshë. Pse? Sepse tek ushqimi gjejnë ngushëllim dhe nuk ushqehen sepse kanë një nevojë fizike, por sepse ndjejnë një boshlik në stomak dhe duket sikur duke ngrënë ata mbushen. Dhe më pas vjojnë ndjenjat e fajt se hëngra. Të shtova dhe këtë herë dhe hynë në një atë vicioz mendor ku dështimi bëhet kryefjala e jetës së tyre dhe në fakt nuk e kuptojnë që me ato ushqim që hanë po mbushin thjesht një boshlik emocional, një traumë, të shta angthi, të shta një humor depresiv, të shta një stres kronik, stres akut, e tjerë. Pra, në vend që t'i drejtoheni dietave të vazhdueshme dhe bëheni dëshmitar të dështimit tuaj, në këtë rast, mendoni po mirë, mos ndoshta ushqyerja ime ka një origjinë emocionale, mos ndoshta ka ardhur koha të trajtoj emocionet e mia që mos të bëhem më viktim dhe mos të besoj dhe mos të mendoj që duke ngrënë mbushit boshliku im. Jo, nuk është ushqimi ai që të mbush boshlikun ti. E jo, nuk jenë keq. Që kështu mos nguloni të kërkoni ndihmë profesionale.